Situata politike në Kosovë po vlerësohet si një faktor që mund të ndikojë edhe në mirëqenien psikologjike të qytetarëve. Psikiatri Dr. Zef Komani pohon se ndikimi vjen si nga pasiguria ekonomike, ashtu edhe nga tensionet dhe përplasjet e vazhdueshme politike. Fatkeqësisht situata politike në Kosovë ndikon shumë në aspektin negativ në shëndetin mendor të popullatës. Ndikimi është i dy forma, është forma ekonomike edhe ndikimi direkt politik. Sa i përket formës ekonomike, gjitha këto përçamje, gjitha këto mospajtime, gjitha kjo situatë e ndikon që edhe buxhetet ndahen jo me rregull. Shembull ta marrim tash për shkak të mos konstituimit të organeve të institucioneve të Kosovës, tash kish dashur me qenë fillimi i rishikimit apo ribalancit të buxhetit, ndërsa ende asgjë nuk bëhet. Faktikisht në aspektin ekonomik Kosova do jetu sot për nesër. Domethënë nuk është një planifikim, nuk është një zhvillim. Komani thotë se ndikimi më i drejt për drejt vërehet përmes diskursit që politikanët e përdorin. Ndikim shumë më të madh ka në mënyrë direkte politika, ku jemi dëshmitar të një gjuhë të rrjetjes mes partive politike, jemi dëshmitar të një vetkënaqësive të disa individëve, asesi nuk kërkojnë zgjidhje. Kjo ndikon për arsye se jemi çdo ditë ngulfatur me lajme jo të mira politike, posaçërisht ndikimi më i madh është tek gjuha e përdorur nga politikanët, nga analistat. Vlen të theksohet se në televizionet tona kombëtare në vend që ta kenë ndonjë emision dokumentar apo edukativ, kemi çdo natë debate të ndryshme të analistëve të cilët po as far fakti, por vetëm flasin. Por në fundit kjo është rrjedhor e sjelljes së klasës politike të Kosovës. Ai kërkon gjithashtu një analizë më të thelluar të gjendjes së shëndetit mendor të politikanëve, duke ngritur edhe çështjen e kryerjes së testeve të narkomanisë. Asociacioni Psikiatrave të Kosovës ta bën një analizë të mirëfillt të gjendjes së shëndetit mendor të politikanëve tanë. Edhe pajtojnë plotësisht edhe të bëhen testet edhe të narkomanisë, për arsye se një njeri normal, një njeri me shëndet mendor normal nuk sillet kështu. Por nuk jemi në rast i veçantë, nuk jemi sui generis, për arsye se bota njeh kur kanë pas kryetar të shtetit psikoza trona, shizofreni, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas 3 kryetar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë qenë psikotik, pastaj kemi Hitlerin, Stalinin, mos të vazhdoj edhe të këta gjallët. Psikiatri Zef Komani ngre alarmin se pasojat nuk mbeten vetëm në politik, por mund të prekin drejt për drejt edhe shëndetin mendor të shoqërisë.